Besoj që prindërimi është një mision shumë i rëndësishëm që nuk duhet ta marrë çdo kush në sensin në çdo moment të jetës vetëm sepse duhet të bëhesh prind. Presionin e shoqërisë, po themi, ndjen? Jo, mund të diskutohet patjetër, por unë ndjej që nuk e dua një gjë të tillë. Lidhet me faktin që ti nuk ke një njeri, një partner, po themi, për të krijuar familjen në jetën tënde, apo sepse nuk e ndjen se është momenti ku ti ndodhesh për sa i përket karrierës, apo nuk është Shqipëria një vend që ta mundson këtë gjë? Cila nga të treja? Miksi i gjërave, po shumë pak e para, sepse nuk besoj ti mund të kesh partnerin e duhur, po thjesht nuk je i përgatitur për që. Unë besoj që të qenurit nën është një përgjegjësi shumë e madhe që duhet të merret, edhe nuk mendoj që jeta të ndryshon komplet. Edhe nëse unë e marr një përgjegjësi, dua të jem e fokusuar, po nuk dua nga ana tjetër që jeta të më mbarojë në një farë mënyrë. E di që ju që jeni bërë prindër thoni që nuk mbaron jeta edhe të zbukurohet etj, po kjo do të thotë që ti po e shijon këtë fazë. E shijoj, sepse shoqët e mia që janë bërë mami edhe nuk e shijojnë aq shumë sa unë në moment, por unë çfarë shijon? Shijoj lirinë, që të jep fakti që ti nuk ke një individ tjetër për të kujdesur ose një sens përgjegjësie. Shijon faktin që çdo gjë që ti fiton e investon tek vetja jote, nuk duhet të mendosh se çfarë do bësh pas një viti, pas gjysmë viti, apo të bësh disa plane afatgjata që ja ke mundësinë. Sot edhe po të kem një mundësi për të shkuar jashtë, për të jetuar diçka në lidhje me karrierën time, 1 vit, 2 vite, sigurisht që mund ta marr si vendim.